اللهم صل على محمد وآل محمد. A keni pa që shena përly o vlazën, që shena prish shoqni. Para një javë dhe ditë për më kalëzën një vlla, që 3 vjetë nuk shkoj tha në përfejesa dhe martesa, tha të akrabat, në farefesa dhe kërkun tjetër. Qau bo, kom qenë tha me një fejes, erë tha personi, erë një person, erë djali, edhe ta që kanë bo adet, duhet edhe vajza me orë, dhe keni pa, ta shvin, edhe vajza vjen aty, edhe i përzin. Ndarsëm, kërë salla e darsmës, e shtin këta në aty në si muzat në mesin e femnave. Këtë janë femna, ky hin ati tak, e hungjin që atjen bol, edhe rrim, ja u bin një torë qakaq, marin thika, presin edhe i shtremojnë durt. Se që shtu kanë pon televizor, haj mbedet, haj, si gjonja jena bon, qka të shofin? Ska me menu, njëra është adeti janë, të kur së konë, asa adeti fes, asa adeti kombit që shtëne. Me shti burrin mesin e grave, e me hi ky aty, e mi përzi durt, ky mi edhon asaj, ajo këti, klop, atyne, e me pi kështu, e me pi ashtu, edhe po më tregon ky, tha, fillun, mase pyta, më thanë u me të madhe, është e përhap me kjo, tha pastene tha, atyne në mejlis, unë dhomë, ku ka arë këtë qikat e këta, se me bëjmë fejesën këta, kër jo ka arë, pranishmit, burra, gra, unë i kishtë tha fmit, qikat e vogla, fmit e vegjel, tha publika këne, puthe. Mos keshni vlazën, mos keshni, për këto sende janë tronda. Jo mos mësoni me kesh vlazën. Këto janë tronda vlazën, jena bo mazi se shkijet jena bo. Se janë këto për me kesh. Me shni a i guhën mas në të nusja atyne, në sytë grave dhe gratë me thonë puthe, aty mu bon, kur, për me kalzu flitësin, kur se ka pas këj popull. Musliman e katolik e ortodoks, pa ma pasu ishfa konfesionit fetar, kur se ka pas në sytë halkut me shtin e me puth, gruen në sytë halkve. E gojnë mu puth, edhe këtë me talyp, pleqte, grate, trite, trejate, puthe, edhe kyp hajde për ju, hatri ju, hajde. Sot puthe, nesër zotë e di që kanë me lypa të. E që kjo gjendja janë vlasë. E shohesh njën, që vëlla, shkum, ert, nusja e bom një, adet, qështu po lypin trit, qështu ne? A kur po lypin trit, fe, në jonë prish mëre, në gjami, o prish, ekstremistu ka bo djali. Qika mo trenu, po do me hin shami. A djali ka vu vëth, qa me bo, rizit kret, dhe njoja, qështu brehu, qështu kret. Qështu kur të prishem ndim, Allahu Teala të tilët si shiqon, ka tho pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai cili prek mashkullin, Allahu Teala atone nuk e këshën ditë kiametit, për derin Allah se këshën ditë kiametit. Por edhe ai cili i afrohet grus nga anusi i saj, Allahu nuk e shiqon ditë kiametit as si flet. Mendja të qërëdit me. Jënë qërëdit njerës nuk di që me bo. Në për fejesa, në për martesa, në për veshje, në për zhveshje. Dhe tem diskutimit e kanë shami. Shamia u ka bo, halësy. Na ushtu pederat, së është problem. Lesbekat, së është problem. Zinaja, së është problem. Po të tregojnë hoqë, pleq, biznismena, 50-60 vjetë me vajzat 15-20 vjetë. Apo, plot, së është problem. Mjek i spitalit Prizrenit po të tregon, tha shkova, tha me shokun tim pe lyp, tha qikën e vetë 15 vjeç kur shkum, tha me një kafe këtu në Shadrvan, kur shkum, tha i shun që në prehet një burit 50 vjetë. Ka fillu sigurisht me konsumim të drogave, alkoholit, edhe që shtu vlazën jemi tu prish edhe tu e prish shoqnin me të cilën gjindemi, Allah i na rujt.